Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar ngjarjet më të fundit në shtëpinë e Big Brotherit. Pas dinamikave të mëdha që patën, pas zënkave të mëdha që patën konkretisht Edi edhe Arditi, vëllau i madh, pas të gjitha videove që në fakt u shfaqën në rrjetet sociale, vendosi që Edin ta çojë në një televotim, ku të gjithë shqiptarët do të kenë fatin që të vendosin në qoftë se Edi do të ri apo do të largohet nga shtëpia. Do të thënë ishte si dënim ky. Në fakt unë nuk e besoj që Edi do largohet nga shtëpia. Edi ka shumë fansa jashtë. Ato e njohin natyrën e Edit, e njohin sinqeritetin e Edit dhe jam i bindur që Edi dhe Arditi me daljen nga shtëpia Big Brotherit do të jenë miq të më të mirë. Tani është pak e çuditshme, domethënë nuk u hapën televotime, nuk u hapën zarfa të zi për gjëra që në fakt kanë qenë më denigruese dhe më të çmendura brenda asaj shtëpie, dhe u hapën zarf për këtë që realisht edhe Arditi nuk është se e mori me aq shumë seriozitet sepse e njeh natyrën e Edit. Edi është eksploziv në moment, por nuk është se bën gjë pastaj. Dua të marr mendimin tuaj. Mendoni që do del Edi apo do qëndroj brenda në shtëpi?